Për Altin Dumani nuk po të pyes se ke konflikt interesi, ke Dibran, siç e vet, po do të pyes për Olstadon. Është kaq e bukur sa më duket mua, po thjesht unë e idealizoj. Dgjoj, unë i shikoj të gjithë prokurorët, të gjithë gjyqtarët, të gjithë njerëzit me cilë bashkëpunoj thjesht si bashkëpunëtor. Dhe nuk e kam parë ndonjëherë me këtë syrin që më thoni ju, por unë e njoh Olsdato si një prokuror serios, këtë mund ta them, dhe si një prokuror i cili është duke bërë detyrën e tij. Kaq mund të them për të. Për zotin Dumani jam konflikt interesi, pse? Pse ne kemi lindur në të njëjtin qark. Se mua më thonë si ndash Dibrës ngele me Ulsiun me Altinin, tani edhe ti mu bët shumë. Mu bët shumë dhe nuk e di si do menaxhoj këtë marrëdhënien time me Dibrën. Si do justifikoj. Po tani ç'të të them, përpiqu ta menaxhosh edhe këtë pjesë. Do të lëviz, do të largohem pak nga ju. Para zgjedhjeve, a mendon që Spaku do ketë ndonjë aksion tjetër të rëndësishëm? Lolit, ma bën shpesh këtë pyetje, por unë jam një gazetare që nuk nxitoj kur, edhe pres kur gjërat të piqen. Pra nuk them që dëgjoj se pas sa ditësh. Patjetër që në atë prokurori ka shumë dosje, të cilat janë në zhvillim sipër, dhe njëra mund të jetë gati më shpejt se sa një tjetër. Pa diskutim që ata janë duke kaluar në filtr përgjithsisht njerëzit e politikës, sepse historikisht sa i përket krimit organizuar edhe prokuroria për krime të rënda dikur kanë patur një farë suksesi, Spaku më tepër për shkak bashkëpunimit me ndërkombëtarët, kështu që puna është duke vijuar. Çfarë mendon për media dhe gazetarët që publikojnë detaje nga dosjet e Spakut? Kur them detaje nuk kam fjalën për abuzime dhe për korrupsion, kam fjalën për detajet jetës personale. Pavarësisht kush është ai, politikan, kontingjent krimi, nuk ka rëndësi, po flas për detajet që nuk është se ka ndonjë interes në jetën, nuk është se ka ndonjë ndikim në jetën tonë. Faleminderit shumë për këtë pyetje, sepse mendoj që është një nga shqetësimet thelbësore dhe kryesore për momentin. Kam parë shpesh një lloj deformimi, sidomos në portale të lajmeve të ndryshme. Për shembull, në rastin e një zyrtari policie që përmendej në një nga përgjimet e SKCC-s dhe që rezultonte pas një lidhje me krimin e organizuar, po thjesht përmendej nga një person i tretë, askush nuk u kujdes të thoshte që ky zyrtari përmendet në këtë kontekst, por thanë ja zyrtari X që doli në SKCC. Pra keq përdorimi i informacionit mendoj që është një problem shumë i madh. Personalisht jam përpjekur të jem e kujdesshme dhe ju bëj thirrje gjithë kolegëve të ndërgjegjësohen në këtë aspekt dhe të jenë të kujdesshëm. Dëgjoj, kolegët nesër mund ta gjejnë veten aty që dikush të drejtoj gishtin padrejtisht vetëm për t'i ulur kokën, për t'i akuzuar etj. Me radhë. Kështu që në këtë aspekt duhet së pari ta drejtosh gishtin nga vetja dhe të kuptosh atë dhëmb kur dikush të bën të njëjtën gjë. Pra nëse dhe të kuptosh nëse ky aspekti personal ka interes publik, nëse nuk ka interes publik, për çfarë duhet ja servirësh publikut? Për klikime, nuk mendoj që është e drejtë, nuk mendoj as që është etike dhe as që është profesionale. Unë kam bërë pafundësisht lajme, por në asnjë rast nuk jam dalur dhe e sfidoj këdo të shoh nëse unë jam dalur në aspektet personale. Jam shumë e kujdesshme në këtë pikë dhe për këtë arsye kam qenë edhe kundër zotit Berisha, edhe kundër zotit Meta, edhe kundër zotit Velie dhe kundër zotit Rama për sulmet personale që kanë bërë ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të posaçëm. Asgjë personale me ta, por në momentin që pastaj shkon tek ata, e kuptojnë se sa shumë ju dhëmb kur përmenden aspekte personale që nuk kanë lidhje me çështjen hetimore dhe nuk kanë asnjë lidhje me interesin publik. Por kam përshtypjen se shqiptarët janë një popull që ju intereson shumë të dinë se çfarë bëhet përtej derës së tjetrit. Pra në vend që të merren me gjërat e tyre dhe të përmirësojnë veten, të jenë të kujdesshëm sepse gjithsecili nga ne duhet ta kuptoj, unë jam nënë e 2 vajzave. Imagjinoni nesër sikur dikush të merret me vajzat e mia ose dikush të merret me fëmijët e tu, si do të vi? Ata janë të pafajshëm, nuk janë të ndërgjegjshëm ende për punën që bëjmë ne. Dhe dikush të merret me ta. Dhe për këtë arsye unë kam refuzuar kategorikisht të merrem dhe të hyj në këtë pjesë. Kështu që patjetër që nuk më vjen mirë që po nuk e di nëse mund t'i quaj kolega ata që e kanë bërë këtë gjë. Megjithatë, unë kam ëndër të më thrasin herë në SPAK. Nëse do kesh ndonjë sekret
hetimor. Do ma kalosh mua ta publikoj që të paktën të më thrasin për nxjerrjet e sekretit hetimor. Për ndonjë kafe kaq shumë poezi sa ke bër, kështu që deri tani nuk kam marrë asnjë ftesë për kafe. nuk të ka, domethënë do të bësh një poezi më pikante, mendoj, kështu që ulu. Për cilin nga prokurorët duhet ta bëj? Po nuk ka rëndësi, thjesht bëj dhe mbasa ata do kujtohen, prit se kjo vajza bën poezi të bukura edhe